Valloj type se po shkojnë fëmija po duhet me shku në qendër. S'po mujnë, kur piqojnë fëmijën në qendër, kur po kthejnë llot qyteri që tu pimyt. As po jemi qu, as mës mi qu. Këta qendra s'po thojnë se s'pi bini, na pi bina, po lam pi bina, pa la po kthejnë fëmija, katastrof. Ka njëherë po thom hiq mës i qoni na për qendra. Fëmija kanë nevoj, për qendër kanë nevoj se kanë me shkollë na për shkolla, që kjo është për parën klasë, tjetra është mrena për parën klasë. Katastrofa shazo. Unë djalin e kam tjetë në klasë, e veshim me patikat e bardha kur vjen punë me ceza. 8 vjet jekum qëtu, edhe para një jave qa kom këtu, me qizme të mdhaja duke me një veshët dhe me dalë me shku me marrë nejse. Bolle kena shtirë vallaj, për çdo sene kena, jo veç për shkolla, po që thua dhe veç edhe shkolla që është bile që duhet, pa tjetër me quë në shkollë, nuk e di. Na bëll kina informua ma kur nuk kanë ardhur me na vita. Të ke shkrejt ato bisedat që janë bërë, do të thotë është mbyll ky proces me fjalën që është ndalë për këtë vit çalla. Edhe po presni. Do të thotë çdo herë kam thonë se s'ka më kanalizimi do të zeza me nuk ka buxhet për asfaltimin e rrugës. Për rrugë Peshene, gjendin që është besoj që Peshene, nuk e di ashtë ose vite, se na si qendër jenë ato që 3 vite, rreth 3 vite. Besoj Peshene, janë dikon rreth 30 shtëpi, rreth 50 banor, rreth 100 fëmijë mrena javë vinë qendër ato të organizatës, prej kursit 3 vjet, deri në klasë 6-7, brend gra burra që frekuentojnë qendrën, dikon është rreth 800 fëmijë kanë frekuentuar brenda vitit 2024.